Për ju që përdorni chatin si që përdor dhe unë, dhe e përdor shumica e botës sot, duhet me pas jashtëzakonisht kujdes. Chati sot lehtëson punën e sa kërkuesvet, lehtëson punën e sa njerëzve që duan të bëjnë një fjalim shpejt, tregojnë pralla, ose një tregim, është jashtëzakonisht i mirë, i shpejt. Sa ko që janë gjëra të thjeshta. Për shembull, lexoje këtë tregim për mua chat. Edhe më tregon me 2 minuta se çdo thot ky tregim, çka ka në gjë që duhet ti bëj një koment, një shoku, një miku, në shenjë respekti, edhe s'kam kohën se kam plot punë të tjera. Edhe është mirënjohje, sidomos për krijuesin ta bësh këtë punë. Nuk ka gjë më të mirë në botë se sa të thush një fjalë të mirë, sigurisht për krijuesit dhe kryesisht krijuesit letrar që kanë pas lexues gjatë gjithë kohërave, që shkruajnë, që kanë një mision hynor, jo thjesht për të zbras shpirtin nga çka i mundon ato, po mos e nxjerrin jashtë, por për të bërë botën pak më të bukur, pak më të pastër. Edhe unë kam pa, edhe më vjen keq, që kam pa vegan të letërsisë shqipe. Edhe kur them vegan të letërsisë shqipe, ju mos mendoni tash si Balzac, mos mendoni Homer, mos mendoni Shakespeare, po mendoni në morinë e letrave shqipe, kush janë gjigantët e tonë. Edhe ne kemi plot. Unë nuk e di nëse e thonë asilera që më ka pëlqyer jashtëzakonisht gjithmonë. E di që e thonë si Acela, e di që e thonë një mik i mrekullueshëm imi për shembull në Kanada, Faruk Myrtaj, edhe vëllezër e motra, çfarë kam pa, çfarë kam konstatu, që bile edhe njerëzit që janë lartë, por që sot bota është e mrekulluar me plot për plot, për zgjedhjen YouTube në Facebook të shoh. Unë kam pa që edhe këto njerëz do të pranonin lëvdata. Jo, që mos i pranojnë se si meritojnë, por që janë heq. Është sikur të kesh shku e të kesh punu një vit tek një pronar në Greqi, fjala vjen, të ka marrë para ty që mos i humbësh apo mos i vjedhin shqiptarët e tu, mos vrasin e timorin. Edhe në fund kur ja kërkon thot s'kam, e të thu do hikesh në Shqipëri, i ka harxhu para të tu edhe t'jep ty 33.000 euro që ka të ashtë edhe thot e ti jesh i kënaqur që të dha. Kështu më gjajnë mu lavdrimet, për shembull, nuk ka rëndësi nëse e shofun një gjoja beqim, ne kemi qujtë kritika letrare, vlerësim letrar, në faqen e Ilirian Xhupës apo Imer Nurkës, Zia Çelës apo Faruk Myrtajt. Kur unë i shoh këto gjoja, beqim lëvdatësh e kritikësh, më vjen keq që këto detyrohen krijuesit e vërtet, edhe të krenohen si ai shqiptari që ka lënë mira euro te i greku që ka harxuar dhe të kënaqet se i dha 50 euro me pre biletën autobusit marrë me panonën para se të hynë në sallë në operimit. Sot vëllezër e motra, është e domosdoshme ata që shkruajnë, ata që njohin letërsinë, të thonë një fjalë të mirë, edhe pse këto fjalët e mira janë si e 50 euroshi. Edhe nga herë ja ulin vlerën, por përderisa s'ka kritik të mirëfillt, të thajnë vlerësues të mirëfillt, pse jo? Edhe çati është i mirë me këtë punë, kur ti s'ke kohën, je me nxitim të kapësh avionin, do hysh në një mbledhje, ke një fëmijë që do të shkosh të marrësh urgjentisht të çesh ke doktori, ku do ti s'ke kohë.
Qati mund të bëj fare thjesht këtë punë, he qat. I merr nur ka shoku im ka shkruajt një poem të mrekullueshme. Unë do të lexoj me vonë dhe do të shijoj me vonë, po kam qef që jo të respektoj ata, por të tregoj mirënjohjen për ata që na shkruan na jep. Nuk është keq. Nuk është keq. Sa kohë që i boni e shikoni me kujdes që ajo që thot qati është ajo që ti do të kishe thonë, ashtu sikur se do të kishe thonë dhe ti, se duket e shplant. Këto i bën mirë qati, por të lesh qatin të bësh gjëra serioze për ty, ti bën gabim kolosal. Për shembull, tash unë mund shkoja në burg me një koment se unë po punoj, shikojeni, e kam chatin këtu, i shkruaj vetë gjanat përpara. Ja, kjo është tu ku shkruaj unë. Këtu është pastaj jap chatit më rregulloj anglisht. Pra shikojeni edhe një herë. Unë e shkruaj materialin. Unë e punoj materialin. Unë e marr pastaj se anglishtja është e keqe. Edhe i them ta kontrolloj chatit për nga gjuha. Edhe të kontrolloj mos kam bën ai gabim saksor nga kronologjia ku të di unë. Ta bësh këto është pra e ven inteligjencën në shfrytëzimin ta dhe jo të bësh viktim. Jo të bësh inteligjencën të bëj gjonat për ty, edhe ti t'i vesh emrin përfundi, kur ata që thot, ashtu si thot, nuk kanë asgjë me ata se si shprehesh ti e që mendon ti. Për shembull, unë i thash qatit ashti, ja kisha bë gati, ja shikojeni këtu kret materialin, edhe i thash qatit më rregullo mos kanë ai gabim. Po janë gjëra shumë sensitive. Pse janë sensitive? Sepse ajo që kishte bë qati, po të mos e lexoj unë me kujdes, e të mos e heq, e ta çoj në gjykat, unë arrestohesha në vend, edhe s'di se sa vite burg mund të mjep të gjykata, sepse ka bë një akuzë jashtëzakonisht, të pamatme, të tmerrshme, të palogjikshme, të pa baza, sa ashtu a kam mendu që po bëni gjatë bukur, ndryshe nga çka i kam thënë unë. Çfarë ishte? Unë kam hodh kazinon në gjyq, live casino. Edhe gjyqin e kemi me 20, 21 edhe 22 janar. Këto të kazinos kanë paret e dënjas dhe i blejnë gjykatësit. Këto i blejnë policin. Këto i blejnë gjykatët. Ndodhë kudo. Edhe kur e hedh në, unë nuk e di se si veprohet në Shqipëri me këto provat, ne quajmë exhibits, evidenca, ku do diu, por çdo gjykatë dhe çdo shtet ka rregullat e veta, deri ku janë të një llojta, po ndryshojnë bile edhe nga shteti në shtet, nga gjykata në gjykatë. Për shembull në Shqipëri, në qoftë se ti hedh në gjyq, dikë kryesisht shteti nëse kompanitë të mëdha, gjykata shkon edhe shërben padin, ti pagun paret. Kurse në Amerikë nuk e shërben gjykata, nuk e shërben ti. Ti mundesh ta punësosh policin, sheriff department, po ti e shërben. Këtu në këtë rast, ato jo vetëm që s'm kanë dhënë mua asnjë lloj evidence, se ato janë të detyruar për shembull kur ti e kërkon brenda kohës që të let gjykata, të jep gjykata ty kur vendos që çështja jote për shembull ka merita, duhet shkoj në gjyq. Gjykata atëherë, masi i ka gjuajtur gjithë ato kërkesat e palës tjetër që duhet rrëzohet, se faktet nuk janë kështu, se ligjet nuk janë kështu, duhet rrëzohet, masi gjykata i ka pa të dy palët, argumentet dy palëve, bindet gjykata, jo gjithmonë gjykata ka drejt, ndajen gjykatët e apelit se s'kan drejt, edhe s'kan si të kenë drejt, janë njerëz, por në qoftë se gjykata bindet, për shembull që kjo çështje duhet shkoj në gjyq, duhet të shkoj, atëherë ne këtu i bëjmë kryesisht të gjyqet me juri. Juri është siç janë bërë në kohën e Greqisë lashtë, që marrim 10-15 veta që i zgjedhin ne të gjejnë çështjen, dy palët kundërshtare i tregojnë faktet, i tregojnë evidencën jurisë. Kështu ndodhi ngjarja. Palët tjetër thotë nuk ka ndodhur kështu. Gjykatësi nuk merret me faktet. Gjykatësi nëse
ke zgjedh jurin, ti mund ta zgjedhësh gjykatën, është drejta jote. Ti mund zgjedhësh gjykatësin, ti caktoj faktet. Por njerëzit e varfër, njerëzit e thjesht, viktimat e korporatëve të mëdha dhe të shtetit, nuk zgjedhin gjykatësin se gjykatësi mananën e tyre gjithmonë, se gjykatësi është me kompanitë të mëdha, ata e zgjedhin, me shtetin, ata e zgjedhin. Kështu që njerëzit e thjesht, njerëzit e varfër, njerëzit që janë viktimizuar nga të pasurit zgjedhin jurin, e ka të drejtën ai që hell në gjyq të zgjedhë. Sepse juria, populli thjesht, nuk thajmë popull, më falë për shprehjen, për nga herë meriton popull langraj si populli jonë, që shkon gjithmonë edhe shkon me ata partizan që ka, ata ky është i imi, ky është i joti, por po them populli këtu gjithmonë është anon tek njeriu i varfër, tek viktima, edhe kështu që populli thjesht, njerëzit që vinë nga populli, zgjedhin jurin, zgjedhin popullin të gjykoj faktet, ato 13 veta, 9 veta sa ka. Për arsye se aty kanë besim, nuk kanë besim të korporatet të mëdha. Ata zgjedhin gjyqtarin, ai të caktoj. Pra ne në Shqipëri kemi jurin, që atje këtu në Amerikë kemi jurin, ju atje keni gjykatën, gjykata bash të doj. Edhe ndaj nuk ka shumë të drejta që jepen të drejtat popullit se si do të shkoj gjykata kundër padronëve të mëdhej që paguajnë parë të vënë gjykatësit, kundër atyre kompanive të mëdha, kundër shtetit, kundër policisë. Gjykata gjithmonë, në qoftë se ju keni probleme me shtetin, do të marrë anën e shtetit, shumë rrallë, shumë vështirë, do të marrë anën e juaj dhe s'ka logjik se shteti i vën punë, shteti i man ato. Por, sidoqoftë, kur ti e kalove atë etapën emocioneve, mundet të rezistosh emocioneve që mund zgjasin me vite këtu. Në Shqipëri ndoshta zgjasin me vite se nuk shqirtohen në dosje, por këtu zgjasin me vite duke diskutu, duke shku në për hearing, si thonë për seanca dëgjimore. Jo po ky çështje, po ne s'prish punë. Mos e kalon këtë etapë, gjykata t'jep një schedule, si thonë në schedule, që me këtë datë dë bësh këta, me datë dë bësh këta, dhe t'jep atë kohën. Një prej atyre që t'jep gjykata është që mërë kësaj date, ti duhet mbledhësh krejt informacionet. Ne i quajmë exhibits evidence, ju më duket i quajni prova. Duhet i mbledhësh provat, mërë kësaj date, duhet i thrasësh ata në deposition. Nuk e di çka quajni ju deposition, por këtu për shembull, e them që unë kam hedhë në gjyq kompaninë e prodhimit xhamave, fjala vje. Edhe them që ka bë këtë të keqe, por nuk e di kush i ka bë. Edhe thrasën, kam me datën e depoziteve, më jep gjykata deri në këtë datë, keqe të bësh depozitën edhe thras pronarin, apo atë menaxherin, e thras aty dhe pastaj filloj dhe pyes. Është një lloj sikur të jetë para gjyqit, edhe kam thuar edhe një që bën këto, quhet court reporter, ai që man shënimet me audio, me shkrimet gjitha se çfarë flitet aty, është një lloj si ti jesh para gjykatës, bën betimin, edhe them me këtë datë ke qenë punë, kush ka qenë në këtë datë, zëvendësuesi jot, kush e pa për shembull atë kontratën tim, ose kamionin tim që e sollë këtu, kush e ngarkoi, si e ngarkoi që më kishte vu barrën mangët, diçka e tillë. Kjo quhet ajo koha e zbulimeve të fakteve që si ke. Se ti s'duhet i kesh dhe s'mund t'i kesh provat kur hell në gjyq, ata do t'i grumëllosh gjatë kohës. E jo kështu siç më thot më kjo Gentiana Xhelili, që akoma unë nuk e di nëse janë përgjigj qeveria për gjyqin tim, për çështjen time, edhe më thotë provat. Bie provat do t'i merr prej atyre, unë do më japin ato provat. Po nëse mos i ke marrë këto, edhe kalove këtë etapën, ato duhet më jepnin, janë detyruar që të më japin për shembull krejt ato dokumentet që ata i kanë, edhe që unë i kërkoj dhe që s'duhet i prishin. Për shembull, nëse unë kam marrë tek zyra një avokati, edhe aty është një kundërshtari im që kishte 3 avokati që të nënshkruanin një dokument, më ka rënë me grysht. Tash avokati ka aty atë kamerën që e shef.
Edhe unë ja kërkoj, së më thot gjykatësi, mas e shkum gjyq, bëm dëgjimin dhe gjykatësi thot sa mi gjoka ka drejt, do të përshëdojmë dhe shkëm gjyq. Edhe me në kësaj kohë, me në kësaj date, ju do të jep një njëni tjetrit informacionet që keni në lidhje me këtë çështje, që ose e konfirmojnë ose kundërshtojnë këtë lloj padije. Edhe për shembull, në qoftë se unë kam qenë gëzyra i Lukut i Bedriut, edhe Bedriu e ka pas kamerën aty, Bedriu është i detyruar në qoftë se unë ja kërkoj. Jo vullnetarisht më japim unë, është i detyruar të më japin në qoftë se unë ja kërkoj në bazë të ligjeve, në bazë të rregullave të mrena fatit që më ka dhënë gjykata. Në qoftë se gjykata ka thënë deri me datën 5 qershor duhet mbledhet evidenca, edhe unë shkoj me datën 7 qershor e kërkoj Bedriu s'më jep. Ai më jep po doj, po s'ka nevojë të më japi, thot ka kaluar fati, gjykata e ka pas me datën kaq, data sot është kaq, ka kaluar fati dhe s'ta jep. Unë mrena e fatit i kam kërku këtyre materialet dhe s'mi kanë dhënë. Materialet që ata kanë, që vetëm ato i disponojnë dhe s'mi kanë dhënë. Pse s'mi kanë dhënë? Natyrisht sepse ato flasin në favor tim, edhe vërtetojnë drejtën time. A kishin të drejtë ata? Jo, nuk kishin. Unë kam kërku që gjykata na i thana impeach, t'i vejnë sanction, t'i vejnë gjopa, t'i detyroj, por ata nuk e çajnë kokën, janë mbi gjykatën, dhe gjithmonë gjykata ka marrë krahun e tyre. Pra mi kanë prek krahet, mua dhe s'kam asnjë lloj dokumenti, po vetëm ata që kanë prodhu, kanë qenë vetëm ato dokumenta që ose nuk i cënojnë ata ose mbrojnë anën e tyre. Edhe unë tashti po vazhdoj atë luftën time, që me dokumentat që ata kanë dhonë, që s'janë ata që kërkoj unë, po ata që ndihmojnë ata, pra me shpatën e tyre që duan të më vrasin unë kërkoj të kthej mburoje të vras ata. Kjo është aftësia, në qoftë unë do ta kem, në qoftë unë mundem ta kem, do jetë aftësia ime pastaj, në qoftë unë mund të kthej shpatën e tyre, sa ata kanë dhënë shpatën, nuk më thanë mbrojmë, për më vrarë me më thermë, unë duhet ta kthej tashti se kam shumë pak materiale në shpatën time, aty jem gjendje të vras me armën e vet, me materialet e vet, dhe është jashtëzakonisht e vështirë edhe unë me këtë po përpiqem. Por gjithsesi, gjatë kohës që ne do shkëmbenim mrena urdhrave që ka dhënë gjykata, do shkëmbenim ato emrat e dëshmitarëve, të cilët janë dëshmitarët e mi, që unë do të binë gjyq, se s'mund dalësh në gjyq ti të tregosh o po kështu ndodhi, o po ashtu ndodhi, nuk pranohet ajo. Pranohet vetëm fakti dhe evidenca. Për shembull, nuk mund të them unë, po Servet Gjizeli erdhi nga Italia, edhe unë shkova të pres atje në ke porti i Durrësit, ai me të zbrit tha, po ti më maskara tha, pa makinë pas ka ardhë, me qere ka ardhë dhe më futin grësht. Kjo është një tregim që tregon që do doj besueshmërinë, çfarë njeriu jeti i besueshëm ti Serveti thotë jo. Këto nuk njihen për fakte. Por në qoftë se unë kam me kamer, edhe shoh që Serveti mra, apo e vej Servetin para përgjegjësisë dhe them që ti mre e thotë s'mra dhe jap kamer, këtë pranohen. Pra, edhe një herë, unë thash, ky tha s'pranohen gjyq. Të jep gjyqi ty 10 minuta, ne e quajmë opening statement, që është hapja, fjala hapse, por që nuk është evidencë, është thjesht në qoftë se je në gjendje, ti prekësh pak në zemër këta që do të gjojnë, por gjykatësi do e thotë, mos u mashtronin nga emocionet, ju nuk jeni këtu të dënoni, apo të nxirrni pa faj njëri në bazë të emocioneve, në bazë spekulimeve, në bazë besimeve, dhe se kështu e besoj unë do t'jetë historia. Ju jeni këtu, gjykoni vetëm faktet, edhe vetëm faktet që shifen, që i shifni me sy, që i prekni me dur për shembull një video, që i lexoni, edhe ato faktet nuk e dhanë. Po nuk pranuan të japin edhe dëshmitarët, ato patën vuni, patën si thonë se duan të disclose, të japin listën e dëshmitarëve, edhe ata dhe unë
mrena datës, në qoftë se data kaloi dhe ata si kanë identifiku dëshmitarët e vet, ose unë si kam identifiku, ne kemi pas deri nga nuk më kujtohet në gusht e diçka e tillë, ato nuk pranohen. Ato në qoftë se ti nuk i ke identifiku mrena kohës që të ka tregu gjyqi, ato s'pranohen pastaj, nuk lejon kush ta sjellun këtë dëshmitar, se kam çu ku ka qenë koha. Dhe ato më dhanë një listë dëshmitarëve që mendonin ata do të më shkatronin mua dhe natyrisht jo ata që kërkova unë. Edhe se ata kanë tregu gjatë kohës kur kanë ndodhur ngjarje që në këtë ngjarje, në këtë veprim që ka bërë për shembull Kazina, që Samiu mendo ka qenë kundër Samiut, këtë veprim e ka bërë filan oficeri i sigurisë, si quhen këto, apo ka bërë ky menaxher, edhe në moment që ai ka thonë që ka bërë këtë menaxher dhe s'ka pas asgjë personale, po ka ai është natyra e punës, unë them okay, këtë menaxher ti unë e du, për shembull, që ti ta sjellësh me qenë se është punonjësi jot, në kontrollin tat, në kompetencën tate, në autoritetin tat, këtë ta sjellësh ti, them unë. Edhe ato patën caktu një listë dëshmitaresh që si pas mendimit të tyre nuk më ndihmonte mua dhe natyrisht që ata janë atje të ndihmojnë mua janë kundër meje, por që ndihmonte ato. Dhe kur ato i përcaktun, atëherë unë i kërkova që ato të më japin edhe mua si dëshmitar, të binë gjyqje dhe nëse ndrojnë mendje se duhet ti kisha unë aty për arsye se mendova unë që mund të jem gjendje të vej ata para përgjegjësisë dhe të detyroj ata me fjalët e mia, me pyetjet e mia, që të pranojnë një variant tjetër të narrativit siç e tregoj unë dhe jo ata. Kur ata e kuptuan që unë do t'i vija dhe vetë ato para përgjegjësisë, edhe sidomos në kros, nuk e di si e quhen jo kros. Kros është kur një pal e vën një dëshmitar aty, s'është dëshmitar i vet, për shembull metin them e vetë dëshmitarin edhe pyes o met, a është kjo kështu, është ajo ashtu, dhe e du që të tregoj ngjarjet që më favorizojnë mua. Mos i marrojnë pyetjet, vjen ky tjetri që bën cross, edhe ky pastaj mundohet ta shkatroj metin. Thotë ti the që me datën kaq e kaq, ti shkove me Samin në moshe, por nuk është e vërtet, thotë, që ti gënjen edhe më shtanë se me datën kaq unë të kam parë në Facebook, Facebooku është publik, edhe ke qenë live në King. Thotë ti me gjoka je çdo ditë në për avione, si pas ke qenë ti në të njëjtën kafje lavje, e kjo quhet e cross. Kur ata kuptuan që unë do t'i i kisha emru ato vetë si edhe dëshmitarët e mi, edhe aq më keq janë dëshmitar kundërshtar, edhe kur janë dëshmitar kundërshtar, ti mundesh mos me lënë të flasi. Për shembull, i them unë atij, a është vërtet që me datën kaq e kaq ti më qellove mua me krysht, po ose jo? Nuk e lënë të përgjigjet ata. Pra ti i jep urdhër kur e ke dëshmitar kundërshtar që të përgjigjet ty me po ose me jo. Mos e losh me fol. Kurse është dëshmitari kundërshtar, ti s'mundesh të thush me po ose jo. Ai duhet të tregoj historinë e vet. Ti këtu nuk e lën të flasi. Natyrisht që pastaj vjen avokati vet dhe e pyet, ore Samiu detyroi ty më thon po ose jo. Por a ke ndonjë gjë për shtuar për treguar se ti ndoshta për shembull është si thosh. E kam hudhur në gjyq i Mernurkën, edhe e kam hudhur me datën 1 qershor. Edhe meri para juris, jo para gjykatësit, se ne bëjmë jurin, që do të ngjoj se gjykatësi me qenë gjykatësi bëhen letë këtë punë kundër teje. Por meri tash ti që t'ja turblloj mendjen juris në favor tim edhe të më shkatroj mua, bën një pyetje, por që është një pyetje e përbërë që s'mund të përgjigjesh. Është një fjali e përbërë me 2 folje për shembull. Më thotë po që ta dëgjoj juria, ato njerëz që do të zgjidhin problemin. Thotë Sami thotë, a nuk është vërtet që ti e ke protokollu këtë padi, këtë shpifje të lik e të pavërtet me datën 1 qershor?
po se jo. Në këtë rast, në qoftë se unë përgjigjem po, unë i tregova jurisë që bëgjonte që e ka vërtet që unë pas kam protokollu një shpifje të lik, jo të vërtet, pra s'mund të përgjigjem po. Por në qoftë se përgjigjem jo, unë prap nuk mund përgjigjem jo sepse del rren, po tham jo nuk e kam protokollu me këtë datë. Pra këta janë marifet ligjit që bëjnë gjykatësit, edhe ti në qoftë se kap. Edhe unë them që ai tha, a nuk është kjo duhet nda, nuk mund të përgjigjesh, ti edhe i kërkon e bën objection me laf kundërshtim e thoi gjykatës, për arsye se kjo është fjali e përbërë, gjykatësi pastaj mund t'jap drejtë jo, po jam me tak te këto. Edhe kështu që kur ato e panë që unë do t'i dhej, ato dëshmitaret e tyre, edhe si dëshmitaret mi aty në podiumin e dëshmitarit, këto tash i fshehen këto, edhe nuk pranojnë që unë të shërbej. Për shembull, në fillim pa të thonë që duhet të shërbesh ke puna, ke kazina, se janë punëtorët e kazinos, edhe nuk duhet të shërbesh të shtëpia me padin si kur kanë bona i krim, për arsye se i një los pa të drejt, ke lagja, ke publiku, ke fshetaret, që halli paska pëse u merë ka në përgjyq. Përdesa është problem gjyqësor, duhet është problem gjyqësor, po që ka lidhje me punën ku punojnë, atëherë duhet t'ja shërbesh padin ke puna. Menaxherët duhet të marrin. Kështu është rregulli. Kështu kërkohet në qoftë se janë nën kompetencët, nën kontrollin e kompanisë. Kur unë mora kompani profesionale që shërben këto private dhe i pagun, kushtojnë pare, kushtojnë qimet e kokës, nuk është gjë e mirë të merresh në përgjigje. Të merresh në përgjigje është sfilitje, shpesh herë ti nuk fiton asgjë me ato që bën, por nga një herë, në qoftë se ti jeton për principe, dhe unë jam shqiptar dhe askush më shumë se sa shqiptarët nuk jetojnë për principe, për dinjitet, dhe askush se bota ne shqiptarëve na njeh që ne nuk njohim ligjet, nuk ka popull më ligjdashës në botë se populli shqiptar. Populli shqiptar pati kriju atë që quhet kodi i Lek Dugagjinit, me të cilin ka jetu për 500 vjet, i madhe i vogël e ka ditë me përpikmëri se si ndahet çdo lloj disputës, e thonë mos marrëveshje, le më me gjakderdhjet. Edhe ka qenë i detyruar se është një popull ligjdashës, të buj këto ligje, sepse ndryshe do t'i ndante hesabet me ligjet e pushtuesit otoman, me ligjet e sultanit që s'e ka pranu kur, edhe jo vetëm që s'e ka marrë kur, ato zgjidhjen e të drejtave në mënyrë rebele me dorën e vet, patjetër populli, por gjithmonë në bazë të kanunit, në bazë të kodit. Kanunit ka njoft që në kanuni është një gjë e madhe, kanun do thot kod, canon i thon anglisht, kanun, është kodi, është gjë universale, vetëm populli jon ka pas një kod pashkruar që e ka ditë i madh dhe i vogël, çdo njeri me mend vet e ka pas në shpirt, e ka pas ndërgjegje din edhe sot, se si dënohesh e kur dënohesh për çfarë është. Ne jemi një popull mjaft liridashër, po ne jemi idiotë dhe nuk e njohim veten, edhe ne kujtojmë se nuk jemi ligjdashës. Edhe për shembull, kaq i madh është kanuni, ligji në genin e shqiptarëve, që të falë ty kur ti e shkel ligjin, është krejtësisht e justifikueshme në një gjaknësësi, ke vra një njeri, por ama, masi gjakrët janë qetësu, janë sheshu, dhe pleqë, kemi thënë pleqë të Kurbinit, ka qenë binokalia në Trupoj, ose në Kosovë të mirë, çka i thonë, kur pleqët e fshatit pastaj, masi ka ndodhë kjo, janë mbledh të ndajnë shapi nga sheqeri, edhe kanë vendos pleqët, kush është me faj dhe si do të merret haku, nuk ka guxu kur kush
të dalë kundër ligjit, si do që tjetë interpretu keq e mirë, pra ka qenë një gjyq, ai pleq të fshatit, ka qenë një gjëkat, e një gjyq i pa diskutueshëm, që kur ka marrë vendimin, ai grupi pleqve, edhe ka thonë, Sami Gjoka ti re në qaf, ati filan fistekut, edhe në pas të saj, ne pleq të fshatit që kanë ardhe mbledh, mendojmë që ky do tjetë pagimi jot, shpagimi jot, o do japësh kaq pare, o do të vrasë ai kur të ketë mundësinë se të ka hak njëri, se s'kishte shtet, shteti ishte turk, ishte Perëndëria Otomane. Edhe kanë bua të vetë, edhe në qoftë se ti dilje kundër asaj urdhëresës që ka quhet vendimit të pleqeve, ty pastaj gjithë fisi, i gjithë fshati, ngrihesh e të shportë nga fshati, edhe ishe i detyruar iknin këta, që nuk e zbatonin ligjin dhe kanunin. Pra jemi një nga popujt më të mëdhenj botë dhe vetmit që jemi populli më ligjdashës. Edhe pse idiotët na kujtojnë neve që jemi, se sot për sot nuk kemi si t'jemi, për arsye se s'kemi gjykatën, një lloj si në kohën e turqeve, kur i pa drejti bëhet me faj. Kur populli s'bjen dakord, atëherë ndaheshin gjyqet tamam. Pra kemi pas kanunin dhe prap këto ligje pa ligje, këto gjykata, këto falni se s'mundri, nuk është koha të shit shaj, se desh shava, po këto gjykata si dalin që janë kalamaj që shkon në shkolla, ku s'kan as edhe një bazë të shëndosh familjare, që nuk se shkolla e parë e njerëzve të një kombi është familja. Ata mund të jenë njerëz shkollësh, klasësh, kabinetësh, që unë i quj këto, sum pamukët e teorive shkollore, por s'kan asgjë nga brumi, nga thelbi, nga mentaliteti i vërtet i popullit tonë të madh. Por si të qoftë pra, çka thashun, ata nuk kanë pranuar të shërbejnë as kur i çova me private server e kazina i përndoqi ato profesionistët e mi privat që kisha marrë. U detyrova pastaj të marrë policin, që t'ja çoj këto shërbimet me polici, pagova policin. Edhe që du t'i tërgoj që qatit me në qaf, qatit fut në burg, po që i pakujdeshëm, në qose se din si të përdoresh. Ashtë edhe gjo, me bo pralla, më bo mund një tërgim, bo një vjersh, këta i bëjnë njërësit, është budodhik, s'ke, po, i let i bëjnë, kanë qef të lenisen. Por, unë mora policin, edhe për një muj policia nuk ka muft të shërbej. Pa di, ato, ne thona, çka është i quajmë Sabina kur ti urdhëron, merr një urdhër nga gjyqi që i thua ti me datën kaq e kaq, do të paraqitesh në gjyq, në qoftë se ti ke dëshmin që e ke dhënë, quhet affidavit, dëshmin që ti ja ke dhënë këtë urdhëresë që ka dhënë gjykata, ai pastaj pos erdhi arrestohet. Por po se pa të dhënë, ose po se pa të pranuar, ai nuk arrestohet dhe nuk vjen. Edhe kur u detyrova dhe mora policin, edhe policia nuk ka qenë gjendje t'ju shërbej se nuk i lejojnë. Janë pra mbi shtetin këto kazinat. Edhe mas një muj, se i kërkoja llogarion këtyre për ditë e për natë policisë, pse ju nuk e shërbeni, ju jeni të korruptuar, do t'ju hedh juve në gjyq, në gjykatën federale. Si ka mundësi? Në fund, me bën telefon deputeti Rhodes, Christopher Rhodes. Edhe më thot William, se unë kam vu emrin William Whitman në vend Sami, thot William, thot, ne do t'i kthejmë mrapsh gjitha këto sopina, gjitha në gjykat, për arsye se nuk mundemi të shërbejmë, edhe se kemi informuar, thot, më gjoj më kujdes, se këtu është problemi me qatin të shi, e kemi informuar edhe vetë, thot, prokurorin kryesor, si është ai krye prokurorin e shtetit Marylandit. Edhe se duket s'ka bo asgjë, se janë të fuqishëm këto, i paguajnë, i zgjedhin, i kanë dorë, i kanë xhep. Këto a japin parat, se nuk është si në Shqipëri që Edi Rama vjedh parat e shtetit,
10 parat e juve edhe bën fushat. Ato s'mund vjedhin parat e shtetit këtu. Ato e bën fushatën me kontributet që japin patronat e mëdhej, që japin këto kazinat dhe këto i kanë xhep. Pra ka të keqen e vet. Edhe kjo këtu që i mbledhin parat nga kompanitë e fuqishme dhe kompanitë e fuqishme pastaj bëjnë ligjin, janë mbi shtetin. Edhe më tha ai që ne kemi lajmëru edhe, po këto më ka thënë telefon. A këta i zgudzon të thot. Por më thot aty, ndoshta sepse mendonin që unë do të hedh polisi në gjyq tashti, më thanë që ne kemi lajmëru, s'kemi faj, kemi lajmëru edhe prokurorin e shtetit Maryland, i thonë Attorney General, për këtë që edhe ne gjykatët që jemi krahu i djathtë, ne policët që jemi krahu i djathtë i gjykatës, nuk mund të shërbejmë ata. Edhe unë i thash tash qatit, qat, ma shikoj që i ku në kam shkujt atë vetë, se s'mund të jap qatit boj budolligje, se qati ka kode, qati s'ka logjik, qati ka kode, qati s'ka ndjenjë, qati s'ka logjik, qati mund të jap një shkrim të jashtëzakonisht të bukur, duke të i bukur, po është në bazë të kodeve, algoritmeve, po s'ka logjik në vetvete dhe mund boj budolligje kolosale. Unë i thash ma shiko, edhe çfarë ka thonë, për shembull unë kam shkruajt aty, kjo që edhe as më shikoj çik dhe më rregulloj gjuhën. Unë i thash qatit që çat kjo kompani, se unë i kërkoj gjykatës që kur unë të jap po boje një mocion, kur unë ditën e gjyqit të dëshmoj për çka ka bo ky individ apo ai individ i kazinos, individi që s'ka ardhur, që s'ka kalon kazinoja, që e kam mbrojt, e kam qef. Këto mos të kenë mundësin, mos e lejo të dalin, ai përfaqësuesi i kazinos që do vjerë për shembull, dali dhe të kundërshtoj këtë evidencën që japun që lidhet me këtë personin, për arsye se personi duhet ishte aty, mund keni fut një thik, se thon goditin e parë që nuk i keni sjell, por mos më jepni dhe goditjen e ditë dytë me penalizoni mu, duke mbrojt ngjarjet që duhet i mbronte ai person dhe jo çka quhet ky që përfaqëson kompaninë. Pse bëjnë këta? Do thonë jo se një lloj që e ka përdesa nuk është një lloj. Se personi të cilin unë do të veja aty që ka bo, është një polis, është një security, është një menager, edhe mund të kap mat me gabimet, kurse ai që flet në emër të kompanisë që zgjedhin ato, është një nga avokatët më të mirë, jo avokati mbrojtës, por avokati që quhet përfaqësuesi, që avokati që përfaqëson ato dhe avokatin që do dëshmoj për ata. Edhe ai nuk bën gabime, për shembull nëse ke 2-3 vet aty, ndryshe tregon meti im një histori, por pastaj mas metit unë thrazganin se kanë qenë 2 vëllezër e mi, ndryshe tregon ganinja se kanë gjuhë çfarë tha meti, edhe i kap mat aty dëshmitarët, se ato nuk mund të jenë mrena në sallë të gjë çfarë tjetri. Por kur kanë vetëm një përfaqësues, këta të bëjnë ato hilen që ata rrin konçis edhe thonë një jetën fjalë është vështirë ti kapësh mat se ka ai vetëm një person kret. Edhe kjo ishte. Edhe i tregoj unë, i them gjykatës po bëj një mocion, që i thash qatit ma shikoj, i thash këto i kërkoj gjykatës, mocion thotë kërkes, i kërkoj gjykatës që këto persona që kazinoja i kanë qef me të pa drejt që ta pengoj drejtësinë, atëherë këto kur unë t'jap dokumente dhe fakte dhe evidenca rreth këtyre personave, mos ketë drejt përfaqësuesi i kësaj kompanie, që përfaqësuesi për të folë dhe jo për të mbrojtë, se dy avokat, që do jetë një avokat dhe më mirë se këto, të flasi dhe të kundërshtoj këto, për arsye se ato vetë kanë zgjell që personi që duhet i kundërshton dhe të mos jetë, edhe të më japin mund të drejtën para se të filloj gjyqi që s'do t'i lejoj. Unë e di që kjo mos do më japin këtë drejt, por e bëj këtë, më bëj luftën
për arsye se nuk mundën, s'kan faj gjykatësit, se i heqin nga puna, i padroni, ai bosi madh që i ka vënë punë, i heq nga puna nesër, në qoftë se do majt çështjen time dhe s'mbron këto që kanë miliarda dollar. Kështu që nuk i vej faj gjykatësit dhe s'kam asgjë të keqe me gjykatësin që është i detyruar deri diku të marrë krahun e tyre. Edhe mirë, po çfarë boni çati? Unë i thash çatit që këto edhe vetë policia i thashën çatit. Nuk kam mufti shërbej dhe më ka thonë Christopher Rhodes, që është deputeti i sheriff i departamentit policëve në Maryland, më ka thonë që këto ne kemi lajmëru, për këto më ka thonë telefona i, jo se do të thotë aty në gjyq. Nuk kam në shkrim që ka thonë, e ma tha me goj. Unë them që Bill dhe Rhodes, së unë do të kërkoj të sjellë dhe atë policin aty si dëshmitar në qoftë do ke mundësi ta bind gjykatën që të lëshoj urdhëres, që të thotë që e the këtë fjalë që edhe kryeprokurori i Marylandit, po thash që thotë ky sherifi, ky deputeti, që edhe ne kemi lajmëru edhe kryeprokurorin. Ç'a boni çati? Me ata djetësi, me ata algoritmet e tyre që bëjnë që çati e kishte shkruajtur aty që siç shifet në rekord do thotë që të marrësh dosjen aty në gjyq, që policia ka lajmëruar dhe prokurorin. Kjo ishte një akuzë që do më çonte mund burg më një herë në qoftë unë për shembull nuk do kisha pas ngu të lexoje shpejt e shpejt kujtoje se e ka korrigjuar dhe ta çoje për arsye se është një akuzë e rëndë të bësh që kryeprokurori është i lajmëruar për këto shkelje flagrante të ligjit që s'lejon as policin një kompani me që ka pare edhe mbyllin syt edhe bëhet bashkëpunëtor me krimin, kur unë nuk kam fakte në gjyq dhe gjyqi nuk e ka një gjë të tillë se sa është deklaruar, se çati thoshte siç e ka ajo rekordi që sa është vërtet, thashë themja ime, kështu më tha polici mund i bjerë hasha. Pra të tjetërsa, po nuk është një fjali, tjetërsuse që u tha gabim edhe mohohet, po që të çon gjyq e të shkrin në gjyq për akuzat të rejme për shpifje, pavarësisht që s'është shpifje ime, por është shpifje. Gjithsesi nëse unë them që është në rekord, kur s'është në rekord, ajo ka qenë një fjalë që ma tha polici, më dhe unë ja thash çatit dhe mund të them sepse mendoj që do të detyrohet polici në gjyq ta thotë këtë gjë, por që s'është në rekord. Se kur thush që është në rekord, duhet jetë në rekord dhe thush një shpifje kaq të madhe, me pasoja kaq tragjike, kaq shkatruese, të shkatrojnë në burg. Edhe kjo është ajo që të bën çati. Çati vëllezër e motra është i përsas. Për njerëzit për shembull, kur si ndihmon më çati, unë kam padi kështu mocione që ka një herë mund të jetë me 10 faqe, por ato provat që i bashkangjiten janë me qindra faqe. Edhe diku kur e kam lexuar ato, diku kam pa një fjali që ka thonë këto ata që më ndihmon mua. Po tash unë se ma i mend ku është. Edhe po ta lexoj, do humb gjithë kohën sa është si të lexosh një roman. Unë kam vetëm 2-3 ditë kohë të përgatitem, edhe unë nuk do ta gjej kur ta lexoj. Në këtë rast, çatit ndihmon. Pse? Ti e ke e bën PDF file, nuk e di se ose Microsoft Word, nuk e di, e bën ata edhe i thu, këtu çat janë 300 faqe. Unë kërkoj diçka që e di që e kam lexu, diku, nuk e di nash në fillim, nuk e di nash në fund, po më duhet citohet fjali, më duhet të di kush e tha, ka datën kur e thon, ka mendimin si e thon, ka bazën ligjore si e thon, ka dhe precedentet, çfarë precedente janë bazuar që kanë thonë këta. Unë nuk mund të gjej këta, se s'mund të gjesh ti, se ke punë të tjera, ke plot materiale për lexuar dhe do të merrte muj. Ti e jep çatit këtë dhe çati ta gjen në sekond. Kjo është puna që bën çati dhe njeriu që përdor çatin ndihmon. Pra një punë që do doshte ty 3 muaj ta gjen çati. Kjo fjali është thonë në këtë faqe, në këtë rresht, është thonë kështu dhe ka citu këto,
çështje precedente gjyqësore që mund të gjesh në këtë faqe, atëherë ti fokusohesh tek ajo e gjen edhe fillon edhe punon. Këto janë ndihmat që t'japin çati. Në qoftë se ti punon me çatin, ti je në rregull. Por në qoftë se ti bën çatin, më bëm hartimin, më bëm ato ligjet se si do hynë në Evropë, në rregull. Por kur ti ka bërë çati, këto nuk janë konkrete. Këto nuk janë të vërteta. Këto janë prallët e tuja. Që çati thotë duhet bëj këto, kemi bë këto që ti si ke bë. Siç më tham unë, që në rekord e i thotë gjykatës, është gjë e madhe të bëhet kjo publike, se çdo gjë që është në gjykat është publike për çdo lloj gazetari, për çdo lloj hetuesi, edhe po e shpall të kriminal. Krye prokurorin e shtetit Maryland me këto pisligjet që bën çati, se s'ka mundësi të bëj më mirë, se nuk është thjesht një programim, është thjesht përdor një metodë, edhe të merr në qafë ty, pra krijuesi, që është krijuesi vërtet, që krijon diçka të vërtet, e dhen çatin në ndihmë, por jo që e bën çatin të bëjë atë që duhet bësh ti, edhe t'i vesh pastaj emrin tat për poshtë. Sami Gjoka ju përshëndet, por çati është mjaft i dobishëm, mjaft i rëndësishëm, përdorni sa mundi, së shpejt. Unë jam i sigurt që do duhet një shumë më madhe për me pas mundësi të përdorësh, se do të shikojnë shumë shpejt që është shumë përfitues. Edhe s'do të keni mundësin të përdorni siç mund të përdorni sot, atje ku ju lehtëson. Një punë që është kërkuese, hulmutuese, që s'ka të bëjë fare me krimin tat, por që të vehet në shërbim të krimtarisë sate. Sami Gjoka edhe një herë ju përshëndet.